Shqipëria ka qenë gjithmonë një shtet që ka synuar të jetë në radarin e fuqive të mëdhaja. Kemi qenë një shtet shumë i vogël dhe gjithmonë me një zell të jashtëzakonshëm. Shqipëria në sytë e sfidave nuk është dorëzuar ndonjëherë dhe kemi vendosur dhe duam që të vendosemi në hartat ndërkombëtare në mënyrë që ne të njihemi si vend. Por këta pushtetarët tanë po e bëjnë në një mënyrë të gabuar. Po përpiqen të na vënë në hartat gjeografike për gjërat e gabuara. Mediat ndërkombëtare por vinë në Shqipëri jo për arritjet e shqiptarëve, por përsëri për gjërat e gabuara. Dua t'ju rikthej vëmendjen për 4,5 milion euro që u dhanë për koncertin e Kanye West. Një nga turpet e skandalet më të mëdhaja që ka bërë ndonjëherë kjo qeveri me fonde të rezervë. Me qoftë se më lejon, unë dua që të rikujtoj disa prej shembujve se si ne mund t'i kishim përdorur ato para në mënyrë më efektive. Në Shqipëri është një djalë me emrin Loris Qose. Ai ka fituar medalje të shumta për matematikë dhe ka ngritur flamurin shqiptar në Rom dhe në shumë shtete të tjera. Ai djalë duhet të ishte krenari kombëtare dhe ne atij duhet ta kishim ndihmuar, ta sponsorizonim dhe t'i jepnim biletat për të shkuar. Por shteti nuk e zgjodhi ta bënte këtë dhe u detyrua mësuesja e tij, sepse kemi treguar her pas here që ne nuk presim nga pushtetarët, por iniciativa dhe zemra e shqiptarëve është shumë më e fortë. Ndaj dua që t'i japim një duartrokitje asaj mësuese zemërmirë që ka arritur një nder kombëtar të shfaqet në hartat e Shqipërisë dhe të botës. Diçka tjetër që dua t'ju sjell në vëmendje janë pajisjet në spitale. Ne e dim shumë mirë skandalin dhe mënyrën se si janë katandisur spitalet tona. Është një turp kombëtar. Është realisht një turp kombëtar që një shqiptar mesatar në 2026 të vuaj për nevojat bazike shëndetësore. Është një turp kombëtar që Shqipëria në 2026 të vuaj për nevojat të ujit, të dritës dhe të sigurisë. Prandaj, unë e shoh sa herë që vi në këtë shesh, sytë e protestuesve kanë një grimc të vogël shpresë. Një shpresë shumë të vogël, por një shpresë gjithsesi që gjërat mund të ndryshojnë, që Shqipëria mund të bëhet më e mirë dhe që Shqipëria meriton më të mirë. Prandaj, të gjithë personave që mendojnë se Shqipëria meriton më shumë, eja në protestë!